Dhe njeriu din t'i lexojë, i ditshëm din t'i lexojë argumentet në natyrë. Andaj edhe Allahu thot innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Se nga robërit më shumë që e njeh Zotin, që e njeh ligjet e Zotit, që i njeh i sheh dhe i lexon argumentet e Zotit është dietari. Unë du të isha këto më rastisi, ndoshta edhe ju e keni dëgjuar, një histori të një Amerikani që pranon Islamin. Përndryshe me profesion kardiohirurg. Edhe kur them një kardiohirurg i cili ka qenë shumë me pesh, ma delikate. Po zdi edhe ma a jeton ai, por në kohën e vet ka ka punu në spitalin George Washington në Washington, dhe kur refen ai për atë se si Zoti e sfidoi pikërisht në inteligjencën e tij, në njohuritë e tij, ati tregoi se ka dikush i cili është mbi atë dhe se aja ka mundësuar që ti njoh gjërat. Tregon thot se kur ndodhi atentati kryetarit Reagan, thot Amerika një shtet i zhvilluar shumë, medicina në kulm, standardi i lartë, thot Reaganin e sollën spitalin tonë. Pra një qendër shumë e zhvilluar, dhe thot në atë spital thot kum punuar edhe unë atë klinik, dhe isha tepër ateist. Nuk i si disa që janë çu pesh tani, ti. Besoj se nuk e kam për një me ato, ata më shumë janë kamuflime apo njerëz të cilët ja bëjnë qefin dikujt duke mos analizuar fare se kush janë ata. Dhe thot faqet ndërprehur që dinat thënien arabe khalif tu'raf. E bon kundërshtimin që të bëhet ti i famshëm, ndërsa në brendi ndoshta mdhimsen ato njerëz, beso mdhimsen. Zoti inshallah sa që e ka analizuar që është kthit tek vetëja. Zoti ja u kthjellët mendjen, arsyen që ata ta kuptojnë se i bëjnë shumë padrejtësi vetes së tyre, asgjë tjetër nuk mund të dëmtojnë. Dhe thot ku ndëgjoja dikush që besonte në Zot, isha thët një ateisti i përbetuar dhe shkysha i thësha mos, po, ja, shteti jona ka siguruar vendin e punës, kemi standardin, kemi veturat, kemi shtëpijat, dhe tha jo, tha kur 1989, tha, unë jam punoj, tha, në repartin tim, tha, të kirurgjis, po, tha, kur tha më lajmëron tha se duhet lajmërohem në repartin e ginekologjisë tek lindjet. Se gruan tha bashortja ime ishte tha 7 zënë dhe kisha ardhur koha që të lindje vajza. E dishim tha se do të jetë vajzë. Dhe kur u futa tha në dhomë, aty vetë se ma tha kishte lind vajza, ju afrova tha dhe i afrova tha 2 gishtat. Tha mi kapi foshnja tha dhe e marr tha dal e ngriti tha në kam, tha, qëndron ashtu, tha, bukur, tha, që nuk është tha normale për një foshnjë që sa ka dalë prej barkut nënës, tha i mora gjitha, tha se kjo është vajza ime, unë e kum bën kët me gruan, i mora tha gjitha meritat mbi veten time. Nuk shkoj tha, nuk vonoj tha 2 vjet, tha, përsëri tha më thirrën, tha bashortën e kisha me bar, tha, kur më rita të dera, tha, kolegët e mi nuk më lanë të himreta. E kuptova, tha, se diçka nuk është në rregull. I shtyna, tha, kur hina, tha, e shof, tha, vajza ime, tha, nga koka e poshtë, nga gjoksi, tha, kish marrë ngjyrë të kaltër. Dhe ai flet në baza shkencore, tha, e kuptova, tha, se ka problem me zemrën dhe nuk qarkullon oksigjeni brenda mirë. Fëmia i posalindur, i bëj, tha, matematikat e mia. Nëse hin operacion 50% është do të shpëtoj. Por nëse arrin të shpëtoj këtë radhë, me zhvillimin e trupit të saj përsëri do të ketë intervenime tjera, e parë se sa i dobët jam. Ai tha që mora mbi vete gjitha meritat e vajza e parë, tani tha, Zotin foli mu se kush jam unë, e kuptova. Tha dola, tha, ashtu i mërzitur, tha, asnjëherë tha se kisha pa, tha, dhomën, tha, në korridor, kur shkonte dhoma e lutjeve. U futa mrenda,
Mendova tha se do të hi dhe do të gjej tha një kryq aty. Tha nuk kishte kryq. Kisha pa tha edhe dhoma, do thotë sinagogat faltoret e ebrejve. Kur tha dikund tha pash një shkrim, nga ana tjetër Allahu është i madh. E kuptova tha se jam në dhomë të lutjeve për muslimanët. Luta për cili atë se disa që duan të na bëhen ma amerikanë se amerikanët, atje janë të drejtat e fesë të garantuara. Dhe në spital, bëhet fjalë për fund viteve 80-ta, në spitalet e Amerikës i gjejmë faltoret, dhomat ku besimtarët kanë të drejtë të lutën. Dhe tha hina atje, tha, ula, se s'kisha vakër të gjej, tha, kishën ose sinagogon, dhe i tham, o ti që nuk të kom njoftë, deri tani, nëse ma zgjidh këtë hallë, këtë problem që kam, dhe më mundson të njoh, do t'jem në shërbimin tënd deri tha sa të ndroj jetë. Dhe pastaj thot dal nga dal duke e njoftuar tha arrita sa ta njoh Zotin dhe pikrisht kjo është dija e cila është në shërbim të njerëzit. Dhe këtë edhe don Zoti nga robi që ai të jetë i kthjellët, i kuptoj gjërat, andaj edhe Allahu kur na thot neve për ta njohur atë thot fa'alem enhu la ilaha illa. Dije, mësohet ti atë që ta njohësh kush është Zoti jot. Jo verbërisht. Islami nuk e detyron njeriu ta njohë krijuesin e tij verbërisht. Jo, kërkon që ai me dije, me edukat, me mësim ta njohë krijuesin e tij. Dhe kur njeriu e njeh Zotin e tij është shumë më lehtë madje të komunikojë me te. Se të disa shkencëtar. Se me siguri që shumica e shkencëtarëve me një periudhë e kuptojnë pa aftësinë e tyre. Sikur që ne musliman temi, sa ma tepër që të thellohesh në dituri e kupton se sa e cektë është dituria që e posedon dhe sa e madhe është dituria e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe shpesh herë ata, do të në atë, si me thonë, në atë deta, për oqean të informatave që i kanë, e harojnë rolin, se roli i çdo shkencëtari është që të mundohet që jeta e tij të merr një kuptim. Se nuk është roli e tij që të grumbullon vetëm informata në të njëjtën kohë mos më qenë dobishëm. As për veten e tij, as për familjen e tij, as për. Prandaj ky orientim moral apo etik të diturisë është shumë e rëndësishme, por fatkeqësisht sot, për shembull, një prej profesione më humane është profesioni i mjekut. Dal nga dal kanë arritur që ta shndrojnë në profesion i levërdishëm nga aspekti material. Duke harruar atë misionin që kanë se do t'jenë. Se ata vetë kur e pojnë atë betimin e Hipokratit që e quajnë, betohen se do ta ndihmojnë secilin. Ndërsa në realitet, fatkeqësisht, do shta edhe vetë jemi fajtor që i kemi mësuar mjekët me rishfet, me pagesa shtesë, me sendet, disi i kina defokusu nga misioni human. Se ne dim, si ti hoq me siguri e din, ajetin ku Allah gjithë të më nahjaha, për kene ma ahjen nase gjemija, kush e shpëton një jetë është sikur me shpëton jetën e krejt njerëzimit. Prandaj është shumë e rëndësi që edhe shikuesit edhe njerëzit që ta dëgjojnë këtë bisedë ta kuptojnë se mesazhi human i shkencës është ajo që e siguron Islami. Islami e thret në atë praktikimin moral të shkencës, i cili është dobi jo në dëm të njeriut.